është tërhec, sjellja mira tërhec. Dhe kjo neve na duhet. E për mua ofru kjo, njeriu domosdo duhet mu kthie te libri i Allahit Azza wa Jall me lexue me kuptim në gjuhën që ti e kupton. Jo me kalu shpejt, po ka dale, nëse ka nevojë edhe 30 herë lexoj një faqe, mendo, reflekto rreth saj. Lexo tefsir rreth asaj, edhe e shef se wallahi ma shumë ban dobi me lexu vetëm një faqe me kuptim, se sa me lexue 10 gjuza për një herë. Edhe ma i dashën të Allah është kjo. Unë për këna betona. Se gjëja e fundit që Allah e do tek ne musliman, është që na me lexu librin e Allahit dhe kur gjë mos me kuptu prej saj. Siç ka thonë i dërguar ose një prej lutjeve janë që shpesh e bojnë.